Kardiokirurgu shqiptar Enkel Kallushi, i cili prej vitesh ushtron profesionin në Itali, është vlerësuar nga mediat italiane si një nga kirurgët më të spikatur të zemrës. Sipas artikullit të publikuar nga media italiane, Kallushi përshkruhet si mjek në duart e të cilit kanë kaluar mira zemra fal profesionalizmit dhe përvojës së tij në sallën e operacionit. Ai ushtron profesionin në spitalin e njohur të zemrës, Ospedale del Cuore, pjesë e fondacionit Monasterio në Massa të Italisë. Enkel Kallushi ka lindur në Tiranë, ku ka përfunduar studimet për mjekësi dhe më pas specializimin në kirurgjinë e përgjithshme. Në vitin 2000 ai mbërriti në Massa për të ndjekur një kurs masteri të organizuar në OPA dhe vendosi të vazhdonte karrierën atje. Kur pash se si kryeshin ndërhyrjet, u dashurova, gjeta një mjedis shumë shpërblyes dhe pozitiv. E ndjeva se ardhmja ime do të ishte këtu, edhe pse në fillim nuk ishte as pak të lehtë, është shprehur ai për mediat italiane. Në vitin 2010, Kallushi u punësua si mjek i strukturuar në kirurgjinë kardiake, për të rritur dhe deri më sot numëron mbi 1000 ndërhyrje të kryera me sukses në spitalet italiane. Vlerësimi i mediave italiane përbën një tjetër histori suksesi për profesionistët shqiptar në diasporë, duke treguar se talenti dhe përkushtimi njihen edhe përtej kufive.